Edhe për situatën në Shqipëri, shira të rrëmbyeshëm që kanë përfshirë të gjithë territorin atje që nga dje vonë pas dite kanë shkaktuar vërshime në disa qytete, ndërsa situatë më kritike është në qytetin e Durrësit, në rrethin veri perëndimor Lezhë, në veri të Kukësit si dhe në disa rrethe të tjera. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu thiri Komitetin për situatat jashtëzakonshme civile për rajonin e Durrësit në lidhje me situatën e vërshimeve në këtë rajon, ku situata është më kritike. Pas takimit, ministri deklaroi se situata e vërshimeve në rajonin e Durrësit ende mbetet problematike, sipas tij rreth 800 shtëpi janë përmbytur, ndërsa 180 persona janë evakuuar për shkak të rrezikut. Ai shtoi se forcat për situatat jashtëzakonshme civile, shërbimet komunale dhe institucionet përkatëse janë të angazhuara për menaxhimin e situatës dhe për ndërhyrje të menjëhershme aty ku është e nevojshme. Instituti i Shkencave Gjeologjike paralajmëroi se dhe sot priten rreshje intensive shiu, kryesisht në veri dhe jug të vendit, të cilat do të shkaktojnë rritje të mëtejshme të rrjedhës së lumejve dhe liqeneve dhe zgjerim të zonave të përmbytura.